Personat që kanë shqetësime të shëndetit mendor duhet të jenë të kujdesshëm në plazhe pasi ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve të diellit e përkeqëson gjendjen e tyre. Vëmendja në këtë rast tërhiqet nga mjeku i qendrës së trajtimit të shëndetit mendor për rajonin e Veriut, me qendër në Poliklinikën e Shkodrës Gjon Preqi. Gjithmonë mendohet orët e para të mëngjesit dhe orët e gjysmës pasdites. Të evitoj pikun rreth drekës. Piku i temperaturës rreth drekës është i rrezikshëm për çdo njeri, për çdo moshë, aq më tepër për këtë kontingent vulnerabël. Ekspozimi në diell është problem. Është problem. Plazhi si një ambient aktues, si një ambient ku rrini mjedis familjar etj, nuk bën keq, por këta duhen mbikëqyrje të veçantë. 1, duhen modifikim të dozave të ilaçeve. 2, dhe të mos i ndash nga syt. Normalisht këta mund psojnë luhat e tensionit, probleme të rënda që mund të rrezikojë jetën çdo moment. Preqi sqaron disa nga pasojat që shfaqen në rastet kur nuk ndiqen këshillat për kufizimin e ekspozimit ndaj rrezatimit diellor. Grupet më të prekura të popullatës janë të moshuarit, fëmijët dhe smundjet kronike. Smundjet kronike psikiatrike janë pjesa më e rëndësishme e smundjes kronike. Natyrisht që smundtan kanë edhe një lloj paaftësie për të përballë me kushtet e veçanta atmosferike, nuk uljet të aftësisë për të ruajtur nga kushtet e veçanta ose për të shmangë faktorëve të rrezikut, ekspozimit e gjata, efektet anësore të ilaçeve që shtohen gjatë kësaj periudhe, abuzimi ndoshta me alkool, me kafe, me gjitha këto që ndikojnë në komplikacionet e rëndësishme kardiovaskulare, efektet anësore të ilaçeve, plus rrezikut që shtohen nga, sepse shumica e smundjeve janë edhe të moshuar, dhe mungesa e aftësisë për të përshtatur të kushtet e reja, ekzistojnë një lloj rreziku që çdo ditë mund të sjellin pasojë të rënda për jetën. Mjeku neuropsikiatër Gjon Preqi thotë se pacientët e kësaj natyre dhe familjarët e tyre duhet të tregohen të kujdesshëm gjatë verës edhe në rastet kur nuk shkojnë në plazh, pasi temperaturat e larta janë të pranishme kudo. Shumica e rasteve kanë nevojë për një lloj rivlerësimi të terapisë që kanë. 1, duhet të marrin lagje me shumicë. 2, të evitojnë alkoolin, kafeinën. 3, pra një farmace të rritin kujdesin ndaj problemet që shton momenti kohor që ndodhen. Kjo periudhë po shoqërohet me rritje të shpejtë të temperaturës dhe rrezatimin diellor, ndaj vëmendja duhet të shtohet nga të gjithë, thekson mjeku Preqi. Ai kujton se gjatë këtyre ditëve pranë kësaj qendre bën mesatarisht 80 vizita në ditë, një situatë që tregon se të nxehtit po shtohet gjithnjë më shumë, ndërkohë që nuk vlerësohet sa duhet rreziku nga rrezatimi diellor.